Të dashur student dhe pedagog, çelja e vitit të ri akademik, përveç se sjell urime për studentët që ulen për herë të parë në auditorët universitar, si dhe për ata që vazhdojnë rrugëtimin universitar, si dhe për pedagogët dhe stafet që kontribuojnë në sistemin e lartë, na rikthen në mënyrë të pashmangshme përballë një realiteti të hidhur, kriza e thellë dhe gjithanshme në të cilën ndodhet prej vitesh bota universitare shqiptare, prej të cilës po përmend vetëm disa shtylla. Zbrazja e universiteteve, shkatërrimi i heshtur i arsimit. Auditorët bosh janë pasqyra më e qartë e kësaj krize. Në më pak se një dekadë, numri i studentëve është ulur me 45%. Dhe kjo nuk është vetëm pasojë e rënies demografike, por është përbërje e vërtetë e sistemit arsimor. Të rinjt largohen sepse e ardhmja nuk ndërtohet me premtime boshe, me diploma që nuk vlejnë dhe me institucione të kapura nga interesat politike. Mësuesia në kolaps, teknologjia si pretekst për mbyllje programesh. Zhvillimi i vrullshëm i teknologjisë na orienton drejt degëve të informatikës, por kjo nuk përliq mbylljen e rreth 100 programeve studimore, mes të cilave janë dhe ato të mësuesisë. Rilindja nuk ka dashur ta shohë këtë realitet që po jep pasoja në sistemin para universitar, duke lënë shkollat pa mësues dhe brezat pa edukim të qëndrueshëm. Ndërsa pa siguruar standarde universitare për studentët shqiptar, propagandon ardhjen e studentëve të huaj. Mjekësia peng i barrierave të qeverisë. Vetëm këtë vit, numri maturantëve që aplikuan për mjekësi të përgjithshme ra me 40%, për shkak të barrierave të vendosura nga qeveria, që dekurajojnë dhe penalizojnë studentët të largohen për të studiuar në vende të huaja ose të zgjedhin arsimin jo publik. Reforma pa transparencë dhe akreditime fasad. Gremisja në arsimit të lartë ja bëri të qartë dhe bordi i akreditimit kryeministrit. Ligji 80/2015 për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor është kthyer në një dështim të heshtur. Janë bërë 10 vite nga miratimi i tij dhe ende një pjesë e akteve ligjore nuk hyn në fuqi. Më pak se 40% e programeve universitare janë akredituar, ndërsa mbi 40% e pedagogëve japin mësim vetëm me master, pa gradën shkencore doktor. Në këtë realitet, qeveria flet për një fasadë të re ligjore, por pa bërë asnjë analizë serioze për dështimin e dekadës së fundit. Ndërkombëtarizimi i rrem dhe financimi më i ulët në Europë. Ndërsa propagandohet ndërkombëtarizimi, financimi për kërkimin shkencor në Shqipëri lestohet në fund të Europës, sipas të dhënave të Eurostatit, që siç shprehen ekspertët e huaj, përbën thirrje për ndryshimin e drejtimit strategjik të vendit. Humbja e autonomisë institucionale dhe lirive akademike. Autonomia universitare është në rënje të lirë. Universitetet po shndërrohen në zgjatime të rilindjes. Në Gjirokastër, administratori i universitetit ishte një heras koordinator elektoral i Partisë Socialiste, i cili kërkonte foto të votës si provë besnikërie. Në Universitetin e Sporteve në mënyrë antiligjore përjashtohen studentët nga e drejta e tyre themelore e sankcionuar me ligj për të zgjedhur drejtuesin e fakultetit, duke i zhvilluar zgjedhjet me datë 1 tetor ende pa filluar viti akademik. Pasi rektori ishte preferuar i partisë në pushtet dhe edhe pse publikuan një sër shkeljesh nga ana e tij, ende s'është marrë asnjë mas. Në qytetin studenti, studentët përzihen me forca godinat, ndërkohë që dhomat shpërndahen me akte korruptive. Sot, pedagogët po përballen me shantazhe dhe presione, duke përdorur edhe studentët në mënyrë krejt të padrejtë, ndërkohë që kanë përballë edhe turistnin nga drejtuesit e institucionit, të cilët të lidhur me pushtetin kanë bërë shndërrimin e tempujve të dijeve në vatra patronazhimi. Universiteti është zemra e kombit që po shuhet nga shpresa për një shoqëri më të lirë. Nuk mund të ketë të ardhme kur rinia largohet dhe pedagogët nënshtrohen. Arsimi i lartë ka nevojë për mbështetje reale, e cila nuk është realizuar në asnjë prej treguesve nga kjo qeveri për gjatë këtyre 12 viteve. Rënim prej nga ku nuk është e largët dita që universitetet shqiptare të mbeten vetëm ndërtesa bosh, pa dije, pa të rinj, pa të ardhme. Faleminderit.